Për herë të parë në Maqedoni në klinikën Sistina është ndërtuar një zemër krejtësisht artificiale. Ajo praj është vendosur një pacienti 46 vjeçar nga Shtipi përmes operimit, ndërhyrja ka zgjatur më shumë se 5 orë gjysmë dhe ka mbaruar të mërkurën në orët e hershme të mëngjesit. Pacienti ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore, ndërkaq ky është operimi i parë i këtij lloji që është kryer në Maqedoni, ndërsa është i dyti në rajon pas atij që është bërë në Beograd. Në korniza botërore, ky lloj operimeve është gjysë 1800. Me këtë intervenim Maqedonia hyn në listën e 25 shteteve në botë ku kryhet ky intervenim tetë i komplikuar dhe i rëndë për kardiokirurgji. Ky operim pacientit do t'i duhet i mundësoj jetë të qëndrueshme në 6 vitet e ardhshme derisa të mund të presë donor për transplantim të zemrës. Zemra mekanike është me madhësi të njëjtë si ajo natyrale, mbushet me bateri të cilën pas daljes nga hospitalizimi pacienti do ta mbajë në çantë të posaçme e cila peshon 6 kg. Ndërtimi i zemrës mekanike është trend në kardiokirurgjinë botërore, duke marrë parasysh faktin se është shumë e vështirë që të gjendet një donator i zemrës.